Madhrimi namazit është sfiduese për gjithë neve. A madhrojmë namazin ashtu sikur që Allahu e ka madhruar në librin e vet apo i dërguari i tij. Vallë, a e përjetojmë apo e shijojmë? Namazi ai përcakton vlerat e tona jo. Se nëpërmjet namazit ne ndërtojmë dhe formohemi. Namazin, si mos ta këna mirë, ne nuk kena çmim, nuk kena na shumë pazarin e madh. Se namazin nuk e madhrojmë edhe te na nuk ka vlerë. Bile autori thotë nuk e amnestoj as vetën time, 3 pyetje. Kam i bën lidhje me çta madhrimin për ta kuptuar që si madhrohet namazi, do t'i sjellë një 3 pyetje apo 3 gjëra që kanë portuar dietarët e madh. E para është Hasan Basriu, e ka thonë që të fjallën, më në men, se si madhrohet namazi. E ka thonë një fjallë duke sjellë një shembull, është mi fol pak imagjinatës. Ka thonë 2 persona mund të falen me një vend, madje mund të falen me një saf. Dallimi mes tyre sikur se dallimi mes qiellit dhe tokës. Tu ditë falen me tekbire, tu ditë bëjnë ruku, tu ditë bëjnë sejdë, tu ditë ulen të shahud, tu ditë japin selam. Pipo dallimi ky që jeton namaz, mes ky që e ka vetëm format teknik, sikur dallimi i qiellit dhe tokës. A e kuptuat ku apo nda? Se ky parë madhron. Ky kënaqet, ky nuk ik asnjë detaj i namazit. Mes ai i cili fal formalisht mendjet fokusin e ka krejt dikun tjetër. A e kuptuat? Sepse ky i pari, thot autori, ky e ka me zemër drejt Allahu xhaleshanu, ndërsa tjetri kërkon s'është. Që kjo ta bën me dije që kjo është madhrimi i namazit. Bile, edhe një fjalë tjetër do ta përmenit, e cila na tregon madhrimin e namazit, ka thënë dikush prej dietarëve, ka marrë një kohë ku të gjithë do të falen namaz, mi po në esencë nuk falen. Ata falen nga pamja jashtëm, po në esencë nuk janë duke fal, realisht s'ka namaz. Për ta kuptuar këta më së miri, e ka thënë fal formalisht, mirë po në brendësin, në konceptin nuk ka namaz. Keni dëgjuar një hadith të vafrë tjetër, që është e ngjashëm sikur se kjo koncept, vetëm me tjetër parametra, thotë kështu një hadith, thotë i dërguar Allahut 2 grupe grash, thotë nuk i kanë po, kanë nuk banor të zjarmit. Edhe ka thënë ato 2 grupe të njerëzve, një grup është gratë të cilat do të jenë të veshur, në realitet janë të zhveshur. Ata janë vesh, mi po në realitet krejt ndoshta fizionomin e trupit ja sheh. Nuk mlohet me konceptin e mirë, po e ka të dukshme, e ka të ngushtë, ja po shkruan formën. Ky u ka vesh, po në esencë e barabart e zhveshura. Edhe kjo, ky fal namaz, po sikur se nuk fal namaz, se vetëm teknikë ka. Nuk i ka me zemër, nuk i ka me shpirt, nuk i ka me ndjenja, nuk i ka me pritime, kjo nuk kënaqet. Këto gjëra ta bën me dije tek madhrimi namazit. Bile Ibn Qayyim kështu ka thonë, njerëzit që falen janë më pak në mes në atyre që nuk falen. Edhe është e vërtet. Po folmi të muslimanët. Muslimanët janë 2 miliard. Për 2 miliard, a ma shumë falen a nuk falen? Takica është që falen. Shumica nuk falen për 2 miliard. Bile mujnë me bani statistik, mujnë me hanë bile 1/10 a fal, 90% nuk falen. Shpe, thjesht, ja, struk. Sa banor ka musliman dhe këshire sa falin namaz, edhe me njerë bani statistik, nuk ka nevoj shumë. Qashtu banë qytetin e Shkupit, në Maqedoni, në Evropë, në Balkan, e kete mërë vesh pak. Thot, ata që falin janë më pak në mesin e muslimanëve që s'falin. Mase thot, dhe ata që falin për një me, që kanë me sinqeritet, janë pak krahasim ata që ka falin vetëm formalisht. Se janë çdo kush e fal namazin me përpikshmëri më të madhe mes atij i cili fal në formën formale.